Avokati Ilir Metës, Kujtim Cakrani, e cilësoi procesin gjyqësor ndaj ish-presidentit si gjyqi i shekullit, duke theksuar se rrallë ndodh që një ish-kreu i shtetit të përballet me drejtësinë në këtë mënyrë. Ai kërkoi që seancat të transmetohen live, duke e konsideruar procesin si një përballje të hapur ligjore dhe publike. Cakrani hodhi përgjegjësinë mbi Monika Kryemadhin, duke deklaruar se çështja në thelb lidhet me rolin dhe vendimarrjen e saj, ndërsa sipas tij, Ilir Meta po mbahet bashkëpërgjegjës në mënyrë të padrejtë. Avokati theksoi se Kryemadhja ka qenë një figurë aktive politike dhe pjesë e vendimmarrjeve, duke lënë të kuptohet se akuzat ndaj Metës burojnë nga veprimet e saj. Në sallën e gjyqit, situata mes ish-bashkëshortëve u shfaqe ftohtë dhe distancuese. Ilir Meta qëndronte në kafazin e xhamt, ndërsa vetëm pak centimetra larg tij ishte ulur Monika Kryemadhi, e cila gjatë gjithë kohës i mbajti kurrizin dhe nuk pati asnjë kontakt vizual me të, duke reflektuar qartë tensionin mes tyre edhe në këtë moment përballjeje me drejtësinë.